Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini ujë me limon para gjumit një javë dhe nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Çështja e pagjumësisë po shqetëson një pjesë të madhe të njerëzve. Ritmet intensive të jetës së përditshme dhe stresi janë ndër shkaktarët më kryesor të pagjumësisë. Ndërkohë, megjithatë, nëse vuani nga pagjumësia kronike, gjëja më e mirë që ju duhet të bëni është me patjetër që të konsultoheni me një specialist. Por, le të shohim diçka më natyrale e cila do të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë të gjumit, e cila ka të bëjë me stresin, zakonet tona apo dietën tonë të dobët. Truku është që ju të pini ujë me limon përpara se ju të shkoni në shtrat. Konsumimi i tij me stomakun bosh është shumë i mirë për shëndetin tuaj. Megjithatë, duhet të pini një gotë ujë dhe lëng limoni para se të shkoni në shtrat nëse dëshironi që të keni një gjumë të thellë, të qetë dhe më të mirë. Pas një jave, trupi juaj do të fillojë dhe do të përjetojë ndryshime të cilat do t'ju ndihmojnë ju që të flini më mirë. Shumë njerëz mund të jenë skeptik për këtë trajtim. Në fund të ditës dhe para se të shkojmë në shtrat, mund të ndjejmë se stomaku ynë është më i ndjeshëm dhe për këtë arsye nuk duhet të pim limon para gjumit pasi është acid. Më mirë konsumoni gjëra më të ëmbla, më të këndshme dhe më relaksuese. Por, edhe çuditërisht, kombinimi i ujit të nxehtë dhe limonit është i mirë për trupin ton, por vetëm nëse nuk vuani nga probleme të stomakut. Gjithashtu, uji me limon ka mjaft përfitime të mahnitshme për shëndetin. Uji me limon është mirë që të pihet edhe çdo mëngjes me stomakun bosh, pasi përfitimet që ai ofron janë të mahnitshme. Konsumimi i ujit të ngrohtë në mëngjes ofron një sër përfitime shëndetësore. Uji i ftohtë mundet që të jetë freskues, por në të vërtetë pengon procesin e përthithjes së lëndëve ushqyese gjatë tretjes. Në kulturën e lashtë kineze dhe indiane besohet se pirja e ujit të ngrohtë kur zgjoheni ndihmon gjithashtu në përmirësimin e tretjes. Shtimi i limonit mundet gjithashtu të sigurojë akoma dhe më shumë përfitime shëndetësore. Lehtëson kongestionin e sinusit. Kur ndiheni të sëmurë, të gjithë rekomandojnë që të konsumoni çaj të nxehtë për të kaluar më shpejt një infeksion. Pirja e ujit të ngrohtë në mëngjes mundet të pastrojë sinuset tuaja dhe të merrni frymë më lehtësisht. Nëse e shoqëroni me limon, mundet që të forcojë sistemin tuaj imunitar për shkak të sasive të larta të antioksidantëve. Ndikon gjithashtu në tretjen e mirë të ushqimit. Nëse keni probleme me tretjen, uji i ngrohtë me limon mundet t'ju shërbejë si një ilaç i fuqishëm natyror. Ai ndihmon gjithashtu në zgjerimin e enëve të gjakut, si edhe të ndiheni akoma edhe më të relaksuar. Ndërkohë, do t'ju ndihmojë ta bëjë trupin tuaj të çlirohet më shpejt nga toksinat. Limoni gjithashtu mund të ndihmojë në detoksikimin e trupit, pasi është vërtetuar shkencërisht se përmirëson funksionimin e mëlçisë, qetëson sistemin nervor qendror. Pirja e ujit të ngrohtë mund t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe njëkohësisht të ndiheni më pak të stresuar, veçanërisht nëse shtoni limon. Ky i fundit përmirëson gjendjen tuaj shpirtërore dhe përqendrimin për shkak të noropinefrinës. Ju mban më të hidratuar. Uji i ngrohtë me limon ju ndihmon ju të qëndroni më të hidratuar, më shumë se sa vetë uji i ftohtë. Pasi trupi juaj njëkohësisht përthith ujin e ngrohtë më shpejt. Kjo gjithashtu do të thotë që ndoshta nuk do të keni nevojë të pini sa më shumë gota ujë për të qenë të hidratuar.
Limoni ju mban të hidratuar gjithashtu për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit dhe të aromës freskuese. Ndihmon në humbjen e peshës. Uji ngrohtë zgjon zorrët tuaja dhe njëkohësisht duke eliminuar toksina dhe peshën e tepërt të ujit. Limoni gjithashtu ndihmon për të humbur në peshë pasi ju mban të hidratuar. Studimet kanë treguar që hidratimi i dur mund të jetë një komponent kryesor i humbjes së peshës. Nxit qarkullimin e gjakut. Pirja e ujit me limon çdo mëngjes nxit qarkullimin e gjakut për shkak të antioksidantëve të cilët ndihmojnë për të rritur nivelin e oksigjenit në të gjithë trupin. Ndihmon gjithashtu për të qetësuar edhe muskujt. Nëse ju keni probleme të flini natën, atëherë duhet të provoni të pini ujë të ngrohtë me limon para se të shtriheni, ose nëse keni ankth në mëngjes për shkak të stresit, mos harroni një gotë ujë të ngrohtë me limon për ta nisur ditën sa më mbar. Mundet të eliminojë të gjitha toksinat. Kur ju pini ujë të ngrohtë, temperatura e brendshme e trupit fillon edhe të rritet. Kur kjo ndodh, sistemi endokrin aktivizohet duke ju bërë ju që të dërsiteni dhe njëkohësisht të eliminoni të gjitha toksinat e pranishme në organizmin tuaj. Gjithashtu, uji me limon bën mirë të konsumohet në çdo orë të ditës. Uji me limon në mëngjes është një mënyrë shumë e mirë për ta nisur ditën plot ushqyes dhe vitamina. Por uji me limon nuk ka përse të pihet vetëm në mëngjes. Sipas ekspertëve të ushqyerjes së shëndetshme, uji është i dobishëm për çdo qelizë të trupit dhe ka një efekt pastrues për organizmin. Nëse e pastroni me lëng limoni, uji do të ketë më shumë alkalin, që do të thotë se sistemi juaj tretës do të përfitojë më shumë prej tij. Limoni nxit çlirimin e bikarbonatit të sodiumit në zorrën e vogël duke nxitur tretjen. Uji me limon ju mban të hidratuar dhe njëkohësisht përmirëson funksionet e muskujve dhe tretjen. Uji me limon dhe aftësia e tij nxit edhe prodhimin e lëngjeve tretëse dhe njëkohësisht qarkullimin e tyre. Përse limonët janë kaq të veçantë? Limonët kanë një shije, por janë edhe një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenoleve, antioksidantëve e të tjerë. Për më tepër, antioksidantët kurojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Pirja e ujit me limon që në mëngjes i jep trupit të gjithë antioksidantët e nevojshëm për rigjallërimin e lëkurës dhe njëkohësisht për freskinë e saj. Përse duhet që të pini ujë me limon në mëngjes? Uji me limon të bën mirë në çdo orë të ditës, siç edhe ne e përmendëm, por mëngjesi në fakt ka një rëndësi shumë të madhe për shkak të ujit se sa limonit. Pirja e një gote me ujë në mëngjes ka efekt hidratues pas një nate në gjumë dhe zbut urinë. Ekspertët thonë se trupi në mëngjes është tërësisht i dehidratuar, duke e nisur ditën me një gotë me ujë me limon. Trupi furnizohet me të gjithë ushqyesit e nevojshëm që e pastrojnë dhe hidratojnë që në fillim. Nëse i zëvendësoni pije të ëmbëlsuara ose ato me kafein me ujë me limon, atëherë ju do të përfitoni më pak kalori dhe më shumë ushqyes të dobishëm. Kjo është një strategji fitimprurëse për trupin dhe për trurin. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.